Casey, motra e Mateos, ka folur ditën e sotme në emisionin Shqipëria Live për ecurinë e vëllait të saj në Big Brother VP, si edhe për raportin e tij me Brikenin, një nga temat më të diskutuara së fundmi në publik. Gjatë intervistës, ajo komentoi edhe reagimin e familjes së Brikenës pas rrëfimit që Mateo bëri brenda shtëpisë në lidhje me marrëdhënien e tyre. Sipas Caseyt, kjo histori i përket të dyve dhe Mateo ka pasur të drejtën të flasë, veçanërisht në momentin kur ndaj tij janë ngritur akuza. Ajo theksoi se familja e tyre nuk është ndjerë e shqetësuar nga reagimet e familjarëve të Brikenës dhe se çdo palë ka të drejtë të mbrojë fëmijën e vet. Reagimi i familjes së Brikenës nuk na ka shqetësuar fare. Ata kanë të drejtën të bëjnë reagimet e tyre sepse Brikena është vajza e tyre. Por dua të them se është histori që u takon të dyve dhe kanë të drejtë ta flasin të dy. Kjo është e shkuara edhe e Mateos. Ai është detyruar të jap disa detaje më shumë sepse po i drejtohej gishti si mashtrues. Ai e ka thënë shumë herë që i takonte Brikenës ta tregonte, por u ndiej i detyruar përderisa ajo nuk po fliste. Nuk ngrihet dinjiteti jot kur drejton gishtin ndaj dikujt tjetër dhe e quan mashtrues. Me familjarët e Brikens nuk kam folur sepse po të ishin ndjerë të kërcënuar do na kishin kontaktuar ata. Raporti i Brikenës dhe Mateos i takon vetëm atyre si do e zhvillojnë dhe gjithçka mbetet për tu parë, tha ajo.